Mendoni Nazarko ju për këtë punë? Tash kjo është herë parë që po testojnë këto institucionet e sistemit, do funksionojnë me shkallë caktuar pavarësie e autonomie. Bushati thotë që nuk kanë, është e sigurt që nuk kanë autonomi, nuk kanë pavarësi. Ajo për cilën unë jam i sigurt ose që duket qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë të përfshira sa që kanë qenë të zëmë kur themeluan këto institucione. Kjo më bën përshtypje. A do shfaqen publikisht në një mënyrë ose në një tjetër në një fazë më të avancuar të procesit, kjo mbetet parë. Tela? Po ti do ishe që të shfaqeshin? Sigurisht. Unë jam në qasje paternaliste. E ndritën deri tani që qartë, po unë si shpall do edhe rrezikun anglo-amerikan, edhe rrezikun Rama të shpall që dyja njëherë që të shpall edhe të konvergjuara. Për te batutë, do me thëmë, deri tani e kanë Unë jam qartë. që ata të shfaqen. Deri tani e kanë qartë, dakord. Unë jam me tezën e përparimit relativ. Pra, këto institucionet krijuara me reformën e drejtësisë kanë shumë probleme, edhe te burimet njerëzore, megjithatë janë përparim relativ në raport me ato çfarë ka qenë përpara. Kjo është teza ime. Po. Tela? Tani, posti është i lakmueshëm. Dhe pa paraqykuar s'kënd, do të thonë 7 persona mendojnë karrierën në radhë të parë, sepse ne paraqykojmë shumë procese që ndodhin në këtë vend, por duhet të logjikojmë edhe me idenë që ka ca njerëz që edhe e kanë pasion atë punë që bëjnë. Pra punën e hetusit, ata mund ta kenë pasion, mund ta kenë ëndër dikur, duan të bëjnë karrierë. Dhe ndoshta në ndryshim nga ajo gara më pashme që ne kemi paraqykuar shumë dhe ashtu ishte realisht gara për drejtues policie, për drejtorin e përgjithshëm policisë, që ishte i gjitha paraqykuar, këtu ndoshta mund të ketë disa themi siguri nga partnerët, nga BE-ja dhe SBA-ja, me institucionet e tyre që ndihmojnë SPAK-un. E vetmja gjë që ngre dilema është se si do sillen 3 prokurorët që kanë në dorë për zgjedhjen e kandidatit. Pra, zoti Dumani, Kraja dhe Berdi, pra 2 prokurorë që kanë më tepër përvojë në raport me 18 prokurorët e tjerë, 17 prokurorët e tjerë. Kështu që në këtë pikë do shihet edhe se sa është pushteti ende i zotit Dumani me amerikanët dhe me BE-n për caktuar njeriun e tij të preferuar, sepse ai patjetër ka dikë të preferuar në të shtatshë që do ta kishte në krye të BKH-s. Siç mund të kenë 2 prokurorët e tjerë. Ajo që duhet parë është momenti i KLP-s, sepse këta mund bien në fund dakord që do zgjedhin njërin prej këtyre të shtatëve dhe do ta çojnë në KLP që të miratohet. Pikpyetja është, KLP-ja ka thjesht rolin e një noteri, pra këta i çojnë emrin dhe ata thjesht e zyrtarizojnë dhe thonë po filani, siç na e sollën prokurorët atë do zgjidhim, apo kanë të drejtën ta refuzojnë. Sepse nuk është e qartë në ligj se çfarë kanë. Por në rast se ata do ta rrëzojnë si kandidaturë, atëherë këtu po mund të fillojmë të mendojmë që kanë ndërhyrje të theksuar politike. Bushat? Tani më duket pak absurde për disa arsye. Më duket pak absurde se ne diskutojmë, pra e shtrojmë diskutimin sikur flitet në një mjedislirie. Po s'kemi mënyrë tjetër. Jo, kemi mënyrë tjetër. Jo, që themi që këtu është regjim dhe e mbyllim. Jo, dakord, është në ky variant. Kemi. Do me thënë, se Andi për shembull përmendit në fund KLP-n. Unë s'po ta them me fjalët e mia, po ta them me fjalët e përgjimeve të Erion Velis. Po ata janë njerëzit që i kemi zgjedhur ne më ata të KLP-s, duhet i vëmë punë, thot ai. Nga përgjimet nga burgu. Pra, si kur e ndriti Dumani dhe po ta ketë në dorë Dumani të zgjedhi, do zgjedhi një njeri që është i ndriçuar. Dumani s'po pjell dot gjë vet, jo të zgjedhi një të ndriçuar shembull që zgjodhen me Erionin që të bëj tjetrën. Dhe e treta, pra po merrem me atë që tha Andi. Do me thënë, edhe këtu duket sikur dëgjoj, ka ca njerëz që e kanë pasion këtë punë dhe e shohin si karrierë. Njerëz që konkurrojnë në këto institucione janë katandisur të jenë vetëm byth lëpirës. Është si në profesionin ton të thuash, ore, ke ka pasion gazetarin dhe konkuron t'jetë shef lajmesh ke Topi ose ke Klani. Do punosh si byth lëpirës për të bërë karrierë.
janë po njësoj. Nëse do të thoni që do punoj gazetar, do bëj karrierë te Birni për shembull, dikush që do e kishte pasion gazetarin, do hynte. Është tjetër gjë. Jo, unë them që është e njëjta. Jo, po është tjetër gjë. Unë them që është e njëjta. Apse pra nuk kemi ti Spakun e di, ai të pavarur sa Birni. Jo, dëgjoj. Spaku ka 20 prokurorë. 15 prej tyre mund të jenë të kapur, mund të jenë dyft lëpirë, siç e thua ti, mund të kenë gjitha të metat. Por unë mendoj që në atë grupën e 20 prokurorëve janë disa që e duan dhe duan ta bëjnë me ndershmëri dhe me pasion. Amerika e ka krijuar, të dy departamentet e shtetit i mbështetur. Siç janë edhe 50-60 hetusit. Dakor? Mes tyre pa diskutim që duhet të jetë 10-15 që duan ta bëjnë mirë këtë punë. Nëse ky mjedisi jon mund t'i josh, mund t'i ngacmoj, mund t'i çojnë ku diun në rrugë të gabuar, mund dot. Por unë them që në ndryshim nga gjithë institucionet e tjera të këtij shteti, Spaku bashkë me BKH-n mund të jenë ende ishuj tek të cilët mund të ketë shpresë që edhe drejtuesi i Spakut, edhe drejtuesi i BKH-s mund të jenë njerëz që duhet ta bëjnë punën shumë më mirë se çdo institucion tjetër në Shqipëri. Kjo pra është ajo që unë i quaj idiot dobishëm, njerëzit që kanë akoma shpresë ke Spaku. Nuk i kam parë. Ne s'bëjmë mohabet, pastaj e lëm fare dhe themi ne bëjmë mohabet se ti ke argumentat e tu kanë të mitë. Po do me thënë, unë besoj që të shpresosh sot që një njeri me integritet, që do t'i shkoj çështjeve deri në fund, që do t'i futet një kulle me parate krimit ta etoj, që do të thresi kryeministrin për ta marrë në pyetje. Mund të ketë 1% shans të bëj karrierë në Spak apo BKH, ne japim një pasqyrim të shtrëmbruar të realitetit. Sepse aty bëjnë karrierë vetëm njerëzit që përkunden dhe konformohen. Po nëse ne do ishim ende sot të arka me peshk e zonës ministres, që ishte akti i parë i Spakut, do t'jeve shumë të drejtë. Por gjërat kanë evoluar. Pra nga arka me Spak kemi shku te kryetari i bashkisë më të madhe, numri 2 PS-s. Kryetari i bashkisë që e futën në burg me urdhër të Ramës. Po mi pra, ti thu me urdhër të Ramës. E futën në burg me urdhër të Ramës dhe... Po dakord, po kryetari i bashkisë Tiranës ai. Se edhe me urdhër të Ramës ta kemë futur. Është kryetari i bashkisë Tiranës. Dhe futën në burg. Nivel tjetër. E futën në burg. Unë këtë mendoj, pra që ndoshta mbas 2-3 vitesh, 5 vitesh, do ketë... Si një burg të dobët që nuk frenonte dot vanitetin e gruas vetë, dhe jo si arkitektin e 5D-s apo të përfshirë incineratori. Pra, t'jemi të qartë, se për këtu Spak po flasim. Po këtu jemi në këtë fazë, por ndoshta më vonë, mund të tajtojnë edhe për incineratorin. Atyre kish shpresë. Po mi pra unë këtë po them, mund të ndodhë thash nga arka me peshk, kemi artë të ky niveli. Deri tani, më vonë, ndoshta. Deri tani nuk na kanë dhënë shpresë. Kur ta bëjnë këtë që thua ti, ndoshta kam dhe unë shpresë. Je ti skeptik i madh, ajo se Jo, mi më mirë debat po bëjmë, njerëzit na gjojnë, thonë ka drejt Andi, jo ti skeptiku. Jo, ti more shembullin e Erionit, ai ishte shembulli që ilustronte të kundërtën. Dhe ai tha që KLP-ja tha... Jo, aty jam dakord, pra, edhe unë kam dilemat e mia te KLP-ja, sepse KLP-ja është organ i kontrolluar totalisht. Si ke dilema, më? Dëgjoj, nëse KLP-s i thonë që ti thjesht do noterizosh atë që do të sjellë Spaku, KLP-ja do bindet, s'ka që të bëjë. Nëse i thonë që po, ti ke të drejtë të arrëzosh këtë kandidaturën, KLP-ja mund të veprojë. Këtë nuk e dim, sepse nuk ka një gjë të qartë atje të shkruar që çfarë duhet bëj KLP-ja. Se kapi kontradikt mentori. Erion Velia i thoshte të vërtetën që këta janë tanët. Erion Velia nuk dinte një gjë që ai nuk qe më i tyre se udhëheqësi e donte në burg, prandaj e zhytën. Nuk ka kontradikt, nuk ka koherencë. Ai e dinte që ata do mbështesnin si socialist. Në fakt,